Bashkësia Islame e Maqedonisë ka dhënë mbështetje të plotë iniciativës qytetare për ndërtimin e xhamisë në lagjen Shkupëveri të komunës së Butelit. Nga ky institucion fetar thonë se kanë njohuri për rrethimin e lokacionit me rrjet të gjelbërt, ku parashikohet të ndërtohet xhamia, duke shtuar se këtë nismë do ta realizojnë deri në fund, me qëllim të përmbushjes së kërkesave dhe nevojave fetare të banorëve të kësaj pjese. Qëndrojmë pas kërkesave të atij këshilli, dhe ai këshill është pjesa e jonë. Ndërsa nevoja është komplet e Islamit dhe të muslimanëve në atë vend atje ku jetojnë. Dhe unë kam bindje se inshallah do të hasim në mirëkuptim dhe nuk do të lejohet të keqkuptohet ai iniciativë, sepse nuk ka tendencë uzurpimi. Nëse dikush është viktime e uzurpimit, jemi ne. Bashkia Islame e din dhe do të qëndron deri në fund në jetësimin e asaj nevoje të popullatës muslimane. Iniciativa qytetare tashmë është dorëzuar edhe në komunën e Butelit, për të cilën ka njohuri edhe vetë kreu i saj Petre Llatinovski. Ky i fundit e tha për Alsat se nuk është kundër ndërtimit të objekteve fetare, por është kundër ndërtimit në lokacionin që tashmë kanë rrethuar pa leje persona të panjohur. Momentalisht me planin detaj urbanistik nuk ekziston mundësia për ndërtimin e një objektit fetar, ku dikush i panjohur ka rrethuar vendin në fjalë. Ajo që dua të theksoj është se shumë qytetarë të lagjes së Shkupëveri më janë paraqitur këtyre dyteve, të cilët janë kundër ndërtimit në atë vend. Jo kundër ndërtimit të xhamisë, edhe unë si kryetar komune nuk jam kundër ndërtimit të një objekti fetar, por jo në atë vend. Shpresoj që me një procedurë ligjore duhet të fillojmë në mënyrë ligjore dhe legale ta zgjidhim këtë çështje lidhur me ndërtimin e një objekti fetar. Ditë më parë, një grup qytetarësh të kësaj lagje kanë ngritur iniciative për ndërtimin e një xhamie të re në lagjen Shkupëveri. Xhamia parashikohet të ndërtohet në një hapësirë të vogël dhe të papërshtatshme parkimi. Organizatorët thonë se kanë mbledhur 910 nënshkrime nga banorët e kësaj lagje, të cilët janë dorëzuar komunës së Butelit si propozim, që në ato pak metra hapësirë të ndërtohet një xhami.